Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërin. Ja ku po takohemi këtë herë me një histori shumë të dhimbshme. Do të ndalojmë tek historia e Albës. Alba është martuar shumë e re, sepse babai i saj është ndikuar nga paragjykimet, nga thashethemet, nga fjalët e fisit, nga fjalët e lagjes. Por si ka përfunduar kjo martesë? Ndiqni këtë rrëfim. Isha vetëm 16 vjeç kur më martuan. Akoma e pafajshme, e papjekur dhe me ëndrat e një adoleshenteje që ende ndodhej në bankat e gjimnazit. Më pren krahët dhe më futën në një jetë që nuk e zgjodha vetë. Baba im ishte i ndikuar thellë nga mentaliteti i ngurtë dhe patriarkal i vendit tonë. Ai mendonte se po më mbronte, se po më shpëtonte nga fjalët e njerëzive, nga thashethemet dhe nga rreziku që vajza të rritet në shtëpi pa u martuar herët. Nëse nuk do të martohesha me atë burr që ma kërkuan, më tha troç se nuk do t'isha më e mbrojtur. Do të talli njerëzit, do të përfundosh keq. Më tha ai. Dhe unë, ç'të bëja? Me zemrën që më rihte forte me shpirtin që më dridhej, pranova një martesë që për mua nuk ishte asnjë gjë tjetër vetëm se fillimi i një feri që do të më përpinte për shumë vite. Kur shkova nuse në atë shtëpi, ishte si të më kishin çuar në një tjetër botë. Një botë ku unë nuk isha njeri, por shërbetore, e padukshme dhe e pavlerë. Që ditën e parë vjera dhe kunata më priten me një përçmim, me sy të ftohtë dhe me një gojë që pështynte vetëm urrejtje. Ato nuk më pan kur si një nuse, si një fëmijë që kishte nevojë për përqafim, por si një problem që donin ta nënshtrojnë. Vjera i fliste të birit natë për natë me fjalë të zeza për mua. I thoshte se unë nuk isha grua për të, se nuk isha e sjellshme, se nuk e respektoja, se isha me mend në kokë. Dhe ai asnjëherë nuk pyeste, nuk kërkonte sqarim. Më shihte si objekt, si dikë që duhet të dëgjoj, të bindet dhe të heshtë. E kur nuk heshtja, më rrihte me duar, me grushtë, me çfarë t'i dilte përpara. Çdo natë qaja, dhe nuk kisha se ku të shkoja. Në fillim, disa herë shkova tek baba im. I thash që buri më reh, që nuk më lë të shkoj në shkollë, që vjera më trajton si shërbetore. Por baba i vinte pas meje dhe ja mbushte, por buri vinte pas meje dhe ja mbushte mendjen babait tim, me gënjeshtra. I thoshte se unë jam e llastuar, se nuk di të ruaj shtëpinë, se dua vetëm të bredh, dhe babai më kthente përsëri. Më thoshte, ti je grua tani, durimi është bekim. Dhe unë heshtja. Heshtja dhe thahesha nga brenda dita ditës. Jetën time e kalova në ato mure, pa arsim, pa liri dhe pa gëzim. Nuk arrita kur të mbaroj shkollën. Më mori provimet buri dhe mi fsheu. Më rahu edhe para varit të nënësime, nën që e kam humbur shumë e vogël dhe që më mungoi çdo ditë të jetësime. Jam rritur me njerëkën, që nuk ishte e keqe, por nuk ishte ajo që më duhej në ato momente. Isha vetë, plotësisht vetë, në një botë ku edhe komshinët më shihnin, por nuk flisnin. E dinin që po më dhunon, që po më shkatronin, por nuk guxonin të përziheshin. Fjalët e mia nuk dëgjoheshin, lotët e mi nuk i shihte askush. Dhimbja ime ishte një mur i trashë që e mbaja mbi supe. Vjera ime ushqente çdo natë burin tim me helm ndaj meje. Ai kthehej nga puna me sy që më gjuanin sikur të ishja armikja më e madhe e tij. Edhe kur heshtja, edhe kur i bëja të gjitha punët të shtëpisë, edhe kur mundohesha të jem një grua e mirë nuk mjaftonte. Më urenin, më nëpërkëmnin, më zhdukën çdo ëndër, por edhe pse më lanë pa zë, pa dinjitet,
një gjë nuk mundën do të ma merrnin. Zemrën time të pastër, që mallkonte në heshtje. Po i mallkova me shpirt dhe Zoti më dëgjoi. Pas 9 vite vuajtjesh, u ndava. Ai burr që më rau pa mëshirë, sot është i shkatëruar. U çmend pas ndarjes me mua. E zuri marrëzia. Dhe ndjeu çdo mallkim të thënë nga një grua e plagosur. Por unë nuk qëndrova në vuajtje për gjithmonë. Zoti më dha një jetë të re. U martova sërish. Me një burr që më do, që më respekton, që më lë të zgjedh, të flas, të ekzistoj si grua, si njeri. Kam një vjerë të mrekullueshme që më trajton si vajzën e saj. Ajo më përqafon, më pyet si jam, më bën ushqimet që më pëlqejnë, më qëndron pranë. Ndihem si një fëmijë i dashur për herë të parë. Një jetë e re më hapi dyert dhe më tregoi se pas dhimbjes vjen drita nëse ti nuk dorëzohesh. Babai im, ai që nuk më dëgjoi, që besoi thashethemet e komshinjve dhe gënjeshtrat e burrit tim, vdiq me dhimbjen që nuk më mbrojti dot. Dhe kjo më dhëmb, shumë më dhëmb. E kam dashur me gjithë shpirt Timatin, por nuk më kuptoi. Nuk më mbrojti, nuk më besoi. Kurse njërka ime e cila për një kohë ishte thjesht një figurë në shtëpi, tani vjen tek unë, më përqafon edhe më thot, kur të shoh kaq të lumtur, më qesh shpirti. Dhe kjo fjalë më ngro më shumë se çdo dhuratë në botë, sepse unë Alba që u rrita mes dhunës, pa drejtësisë dhe urrejtjes, sot jam e lirë, e dashur dhe e plot. Dhe për të gjitha gratë që ndodhen në errësirë, mos hiqni dorë nga drita. Në netët më të ftofta, kur ia zgjuar dhe qaja në heshtje, askush të mos më dëgjonte, shpesh i flisja në nësime që më mungonte më shumë se kur. I flisja në mendje. I tregoja çdo gjë që po përjetoja. I thosha se shumë kisha nevojë për të, për një përqafim, për një fjalë ngushëlluese, për një stre që të më mbronte nga e keqja. Në një botë ku askush nuk më dëgjonte, zëri në nësime ishte i vetmi që e honte në shpirt. Nuk mund ta haroj ditën kur burri im më tërhoqi zvarr deri tek vari i saj. Më rahu mes lotëve të tokës dhe më tha se edhe e vdekura nuk do të ishte krenare për mua. Atë ditë një pjesë e shpirtit tim vdiq bashkë me të. E përqafoja pluhurin mbi varin e saj, si të ishte trupi i saj dhe i lutesha Zotit të më merrte, sepse s'mundesha më. Por Zoti kishte plane të tjera për mua. Dhe nuk më mori sepse më priste një dritë në fund të një tuneli që unë ende nuk e shihja. Kur më në fund vendosa të largohem, ishte sikur më ishin prerë zinxhirët nga këmba, por ishte një liri që më vinte me dhimbje dhe me pasiguri. Njerëzit më panë me përçmim, më akuzuan se e kisha lënë burrin tim, se nuk kisha e denjë për një familje. Askush nuk e dinte të vërtetën, askush nuk më pyeti për plagët që nuk dukeshin në lëkurë, por përvëlonin shpirtin. Vetëm kur ai filloi të sillet si i çmendur pas ndarjes, kur filloi të shëtiste rrugëve duke bërtitur dhe të kishte sjellje të çrregullta, atëherë njerëzit filluan të kuptojnë pak nga e vërteta. Por unë nuk kërkoja më drejtësi nga ata. Drejtësinë time e kisha gjetur tek Zoti dhe tek dashuria e re që solli dritë në jetën time. Nuk kërkoja akmarrje, por vetëm paqe dhe një jetë normale, gjë që për herë të parë po ofrohej nga burri im, i ri dhe nga familja ime. Tani çdo mëngjes zgjohem me buzëqeshje dhe falënderim në zemër. Mësoj të dua veten, të kujdesem për veten dhe të mos ndjej më faj për jetën që më është dhënë. Kam një burr që më do sigurisht dhe sinqerisht dhe që më pyet gjithmonë si ndjehem, një vjehër që më thëret bi dhe që shpesh më thot do të doja të ishe vajza ime nga gjaku. Dhe sa herë që njerëka ime vjen për vizitë, më përqafon me lotë në sy dhe më thot, më shpërthen zemra nga gëzimi kur të shoh kështu. Kjo është jeta ime tani. E kam lënë errësirën pas, po nuk e haroj,
sepse ajo më bëri kjo që jam sot. Quhem Alba dhe kjo është historia ime, një histori e vuajtjes, heshtjes, e durimit, por mbi të gjitha një histori ringjallje edhe shprese.